Ja se si do t'i heqim thonjt preson pa i dëmtuar ato. Në këtë video do i tregoj hap pas hapi procesin që ndjek unë kur dua t'i heq shpejt, lehtë dhe pa dëmtuar thonjt e mi natyral. Si fillim marrim një tas me ujë të ngrohtë, i hedhim pak shampo apo ilaç enësh, si dhe pak vaj të çfarë do lloji. Mbajmë duart në ujë të vakët për 10 deri në 15 minuta që ngjitësia të zbutet sa më mirë. Në këtë rast kam përdorur ngjitëset adezive dyanshe, ndaj procesi është më i lehtë. Nëse keni përdorur atakun për t'i ngjitur thonjt, atëherë do t'i mbani disa minuta më shumë në ujë të vakët. Pasi minutat kanë kaluar dhe ngjitësia është zbutur, tani do fillojmë t'i heqim thonjt me radhë. Me anë të shkopit të drurit do ta lëvizim thonjin nga poshtë për të shkëputur thonjin nga ngjitësi. Bëni kujdes të mos ushtroni presion për të mos dëmtuar as thonjin preson dhe as thonjin natyral. Duke përdorur shkopin e drurit e heqim dhe ngjitësin e mbetur tek thoji preson dhe më pas vazhdojmë me të njëjtin proces me të gjitha thonjt. Nëse thonjt nuk po hiqen me lehtësi siç po i tregoj në video, mund t'i fusni sërish në ujë të vakët për disa minuta të tjera. Ja se si duken thonjt natyral pasi janë hequr të gjithë thonjt preson. Tani kemi hapin e fundit, ku pastrojmë të gjithë ngjitëset që mund të kenë mbetur tek thonjt preson, pra i fshim, i sistemojmë dhe i vendosim sërish në paketimin e vet, gati për t'i përdorur për një rast tjetër. Dhe ja se si duken thonjt të pastruar dhe të gatshëm për përdorim tjetër. Unë i ruaj gjithmonë me kujdes sepse çdo set më sjell kujtime të bukura. Nëse edhe ju i doni thonjt e bukur praktik dhe që zgjasin, preson janë zgjedhja perfekte. Faleminderit që më ndoqët, shihemi në videon tjetër.